Me qëllim ndërgjegjësimin për mbrojtjen e mjedisit dhe rëndësinë e kursimit të energjisë, në Lezhë organizua një aktivitet sensibilizues në kuadër të nismës globale Ora e Tokës. Nxënës shkollash, përfaqësues institucionesh, organizatash mjedisore dhe qytetar u mblodhën në sheshin Gjergj Kastrioti, ku prezantuan punime artistike me mesazhe mjedisore, ndërsa vullnetarët shpërndan fletpalosje informuese mbi mënyrat e mbrojtjes së biodiversitetit. Eksperti mjedisit Jakgjini thotë se dora e njeriut dhe ndryshimet klimatike kanë vënë në presion të madh mjedisin natyror dhe kjo po ndikon negativisht në cilësinë e jetesës. Impaktet që ka pas natyra, veçanërisht nga ndikimi i human në dora e njeriut prej vitesh, gjithnjëherë më shumë po banë më të dukshme në cilësinë e mjedisit natyror. Zhvillimi urban, zhvillimi intensiv, zhvillimi i transportit, zhvillimet industriale, ndryshimet klimatike kanë vënë një presion jashtëzakonisht madh mjedisin natyror. Dhe kjo ul cilësinë e jetesës, prandaj janë shumë të domosdoshme që më shumë se sa kur njeriu të jetë i ndërgjegjësuar për me qenë sa më miqësor me mjedisin. Në çdo aktivitet njerëzor duhet të tjetë si prioritarizim zhvillimi i qëndrueshëm, sado si terme gjejmë në gjitha legislacionet, në gjitha detyrimet për mjedisit, por akoma njerëzit nuk e kuptojnë se sa e rëndësishme është kjo. Dhe zhvillimi i qëndrueshëm i shprehun është ai zhvillim i shprehun në mënyrën më koncize të mundshme, është ai zhvillim që ka të bëjë me plotësimin e nevojave të brezit tanishëm, pa komprometuar aftësinë e brezave të ardhshëm për me plotësuar nevojat e tyre. Kjo s'duhet harru kur. Aktiviteti në Lezhë u përmbyll me një koncert artistik duke përcjellë mesazhin se kujdesi për planetin është përgjegjësi e përbashkët dhe se çdo veprim i vogël mund të sjellë ndryshime të mëdha.